Vëllezër e motra, në këtë vit festa e Krishtlindjes përputhen me përfundimin e jubilesës së shpresës. Krishtlindja na kujton që shpresa e krishterë nuk është një ide, por ka një fytyrë, një njeri, një histori. Zoti që afrohet, Zoti që dëshiron të vijë për të qëndruar me ne, për të banuar me ne. Mos e harrojmë që Jezusi është Emanueli, që do thotë hy me ne. Zoti ka ardhur në botë, nuk ka pasur frikë nga brightësia jonë, por erdhi për të marrë këtë brightësi e për të na shpëtuar. Edhe kur në ne bizotëron indiferenca, edhe kur duket se nuk ka vend për të brenda nesh, Krishtlindja na kujton se Zoti nuk tronditet nga kufizimet tona. Ai hyn pikërisht aty ku është më errët, sepse asnjë errësirë nuk mund të shuaj dritën e tij. Ky është rivolucioni i Krishtlindjes. Zoti zgjedh jetën tonë të përditshme si vendin e tij të veçantë për t'u bërë i pranishëm. Krishtlindja na fton të bëhemi dëshmitar të kësaj drite, një komunitet që kujton të kaluaren me mirënjohje e respekt dhe njëkohësisht di të shikoj të ardhmen me guxim dhe shpresë. Ju të dashur vëllezër e motra, edhe ju shqiptarët e diasporës, ju drejtoj urimin tim të sinqertë, që drita e Krishtit që erdhi në botë të ndriçoj shtëpitë tuaja, ngushëlloj familjet tuaja, të forcoj ata që janë në prova, të rinovoj shpresën atyre që presin një të ardhmen më të mirë. Zoti ju bekoft, gëzuar Krishtlindjen.